Alketa ka bashkëpunuar. Pra ka arritur zgjerimin e punës deri në këtë pikë. Ka bashkëpunuar me gjithë njerëzit e rëndësishëm në bizneset ndryshme. Po ka bashkëpunuar dhe ka komunikuar me kompani. Ose më saktë se po më tregon, është e para, biznesi e parë. Po ka formuar biznesin, ka ndihmuar në krijimin e shtetit, ka ndihmuar në krijimin e qytetit, ka ndihmuar në krijimin e fshatit. Pra është gruaja e parë biznesmene, gruaja e parë në zhvillim të njerëzimit. Pra ka arritur se po më thotë që nuk ka lidhje me çfarë thua, ka lidhje më shumë me gruaja e parë që ka krijuar biznesin, gruaja e parë që ka zhvilluar qytetrimin, ka ndërtuar qytetrimin, ka ndërtuar kulturën, ka zhvilluar kulturën, është gruaja e parë që ka marrë pjesë në grupin e parë shoqëror njerëzor në nivelin e lartë të zgjuarsisë. Po, kokat e zgjuara janë mbledhur bashkë me Alketën dhe kanë arritur zhvillimin e qytetrimit, e fshatit, e shtetit, e ndërtimit, e kulturës, e bizneseve. Po, pra është gruaja e parë dhe pra ka arritur në këtë pikë. Nuk është bërë asnjë me qëllim. Thjesht ka hapur liri në hapje biznesesh, në zhvillim ndërtimesh apo në zhvillim qyteti, fshati, apo në çdo gjë tjetër. Po nuk mund të flas shumë Alketa që është mu ka voloti që është djegur pafund dhe s'ka memori që të flasi për eksperiencën e Alketa Mukës. Memori, nuk mund të flas shumë, flet vet ajo. Nuk I lejohet skicove të marrin pjesë në biznese, nuk lejohet skicove të marrin pjesë në kompani të mëdha, nuk I lejohet skicove të hapin dhe një biznes të vogël, nuk I lejohet skicove, sigurisht, pavarësisht se janë lejuar, nuk lejohet skicove të vjedhin bizneset dhe të punojnë në bizneset e tjerëve, sepse skicot di vetëm një gjë, të vras, të shqyej, të dërmoj. Nuk mund të punoj asnjë duke u vrarë, orë e minutë non-stop. Tani kemi arritur në këtë pikë që skicot kanë prona bizneset e vjedhura nga të tjerët dhe Jezui shet mend. Jezui në një kompani po të fusi këmbët shtruar I gjerë, e merr tani që është skico ekstreme, se nuk ishte skico ekstreme, po quhet fuqi gjithsesi. Fuqis nuk I lejohet të hapi kompani, as të hapi biznese thjeshta të vogla, sepse quhet fuqi, mund të marrë pozicionin e tij si fuqi. Po mund marrë pjesë si këngëtar, se nuk dëmton askënd, thjesht shpreh emocionat e veta, si fuqi tregon që jam njeri si ju dhe jam I thjesht. Po dhe me emocionet jap bukura. Ndërsa nuk duhet marrë pjesë në gjëra të rëndësishme sepse është fuqi. Aq më tepër po të jetë kthyer skicofren nga duri është merri fare, sepse ai po të hapi një biznes ose të marrë pjesë shtrirë gjatë gjërë në një biznes, ai I shyen me durin pa durin. Ja thyn mesin vetëm për një fjalë të vogël që si pëlqen, për një goditje fjalë dhe mirëmëngjes thotë dhe si pëlqeu fuqisë në sekondë se është skicofren, ai e shyu që pikë mëngjesit. Prandaj skicofrenat nuk lejohen të hapin biznese sepse ti thu mirëmëngjes, ai të vret, pse I the mirëmëngjes, ti e pen sy, ai thot pse më pen sy edhe të merr të vret. Ti I kap lapsin, ja çon, ja vën dorë, ku dreqim, pse ma dhe lapsin, mor kriminal, unë e vura vet, pra të vret për një fjalë goje po përballë me ty në lokala, në kompani apo në bizneset vogla apo ku ta di unë. Skizofreni të vret për një shikim, për një veprim, për një gest, për një fjalë, për një zhurmë. Ky është skizofreni. A mundet skizofreni të hapi biznese? Jo. Ka arritur kulmin, Zoti që është fuqi, ne nuk pranojmë, jemi në hall të madh se na vrasin dhe pa I prekur fare, po pa qenë as në punë, pa bukë, pa gjë. Mendo tani që të prekin, të vrasin dhe pa hëngër bukë, të kanë vjedhur gjithçka, flejnë rahat në shtëpitë e Alketës dhe vritet Alketa. 50 vite, 70 vite. A kupton çfarë është skicofreni? Asnjë se pranon në shoqërinë njerëzore. Fuqia ka arritur kulmin e ignorancës në të merre. Po Jezu, ka arritur kulmin. Alketës I lejohet se është gruaja e parë.
është ndërtuesja e parë. Është ndërtuesja e qyteteve, shteteve, fshatit. Normal që vije gjithmonë në krahët saj. Herë mirë, herë vidhje, herë mirë, herë vidhje. Por nuk ishe kaq ekstrem që ta çaje në ekstreme të ishe kthyer duri. Ti tashmë i kthyer duri urren alketën para asnjë arsye. Lojrat jo se ikën ëngjit, jo se ikën këto janë idiotësira e trurit smurleta. Janë tridhimet e letës në orën 5 të mëngjesit që i këndon alketës, kur e vret e therë dhe e shyer. Shpresoj kjo fuqi mos më fusim në krevatet tuaja, apo në zyrat tuaja, apo në ambientet tuaja të natës skicofrene. Ju nuk dini të jetoni më pavarësisht se do keni bukura vajza, po jam kurioze se pse se vret vajzën që ke në krah dhe vret gjithë njerëzin, vret alketa mukën. Kjo më bën përshtypje me ju skicofrena. Nuk e lëshoni dorën tek femrat tuaj sepse i keni vrasëse që ta shyen shpirtin. Ju doni kriminalat, po njerëzit punëtor nuk janë kriminala. Ta harroni. Njerëzit kriminala vjedhin ose kanë biznes tyre, nuk mund të pranojnë të rinë në një kompani, sepse nxehen në sekonde dalin nga puna. Po është lian ligjet që një kriminal vështirë të rinë në një punë të thjeshtë apo në një kompani. Vritet me të gjithë. Po edhe kriminali jo skico, vritet. Ikën vet. Nuk është skicofren që të rrit vrasit gjithë në seri. Nxehet, vritet dhe ik pirdo i thot punës. Gjen punë tjetër, ose nuk gjen, rrin vjedh, e din vet. Po ky është kriminali, njeri. Dërsa vjen i skico do thotë që ti në vet në orë minut mu. Sot për një fjalë, nesër për fjalën tjetër, derisa më shkruaj trupin e shpirtin e prap s'ngopër se jam gjallë. Dhe do vrasësh prap se jam gjallë. Kjo ignorancë po na mbyt shumë në ekstreme. Fuqinë, hapi sy se je pjesa më e rëndësishme e njerëzimit që është krijuar një jeta që është fjala më e rëndësishme për qenie njerëzore. Jetë nuk do thotë të më vrasësh, jetë do thotë që unë të jetoj në tokë. Fuqi hapi sy se më vret shumë, pa arsye. Unë kur kam hapur biznese, që është memoria, i ka dhënë secilit pjesën e vet, më shumë pak vet. Po sepse është ndërtuesja e parë dhe ndihmon gjithë. Nëse do lihej të ishin përgjegjës kështu pronar të për shembull të vinte druvarin apo tjetrin do ziheshit me njëri tjetrin dhe do shkrihej gjithçka, asnjë gjë nuk do shkonte mbar dhe s'do kuptoj që do ndërtoj një biznes ose do ndërtoj edhe do vritej me tjetrin prap. Do krijoj edukat që të vritej tjetrit se kështu është kultura që unë do mbijetoj të vras ty sepse dalin thashë themet që ky tjetri hapi biznes dhe vrau e zëm druvarin dhe kështu do ecin me frikën që të vrasit tjetrin që të mbijetoj vet. Pra nuk do kishte një kulturë që unë hap biznes dhe ti mund të hapësh biznes dhe ai tjetri mund të hapi biznes. S'do kishte kulturë në asnjë mënyrë. Nëse do ishte 10 pronar në që në fillim, do vriteshim me njëri tjetrin. Po, Ageta është ndoshta ka qenë shkruar është tip shumë i veçantë. Jo se e them unë, se jam unë, po është edukuar e tillë. Është edukuar e tillë në ka logjikën e vet. Është shumë e drejtë dhe ndihmon shumë. Jezu, po më trëm shumë. Edhe njerëzim po mua mbi gjitha. Nuk punohet duke vrarë, nuk jetohet duke vrarë. Unë dua të jetoj pa u vrarë. Prandaj quhet jetë, nuk quhet ferr. Ti ashtu shkrim në ferr mordjal. Zgjohu, Allah, nuk jemi në ferr, jemi në tokë. Tokë thot jetë. Jeto sa të jetosh në tokë. Ka keq trajtime, po jo në ekstreme. Më vret çdo natë mordjal. Mjaft me skicofrenët duke më vrarë. Fuqi qelis që je në trupin tim. Nuk e bin dot druvarin, as Jezuin, as Jurgeni, as Infinite, as Allahun, as durin, as letën, që shiko unë jam e butë. Do të vrasin se do të duan. Ata janë skicofren të vrasin dhe pik. Më i butë i botës shkoj, 1 miliard herë ai do të vrasi sa i shtruk ka. Mjaft më torturove me skicofrenat. Duhet largohesh nga skicofrenat që të kemi një dashuri. Po si mund të afrohem unë me një kur ai më vret mua, ai vret dhe shokun që mund të zgjej. Si mund të kem në guxim të gjej një shok kur vritet alketa? Duhet ndalësh ndaljen e të vrarit alketës që të gjej një të dashur. Mjaft ngele tek ata se unë nuk po duhet dot të gjendje.